Një garë nivelit evropian, që është Liga e Konferencës, mi pa dy ekipe shqiptare të garu për play-off ose për kualifikim, definitivisht duhet më ndalë me menduar më thonë, për një me e kemi ngrit nivelin jashtëzakonisht shumë viteve të fundit. Dritën mendoj që duhet me respektu jashtëzakonisht shumë si vjetë për faktin se ka thuj shumë barjera. Për pos sigurimit fazës së ligës në Ligën e Konferencës, skuadra e Dritës është një prej pak skuadrave që deri më tani në këtë fazë ka pranu 2 gola, edhe një prej pak skuadrave 4 ose 5 që ende nuk kanë humbje. Mendohet një gjë e tillë më herët mendoj që ka qenë e pabesueshme. Tash unë mendoj që Drita në këtë fazë ku është, kur flasim për përvojën, shpesh kur thojmë nevojitet përvoja në këto gara, në pjesëmarrje për me qenë më i suksesshëm, unë mendoj që Drita ka arritur në pikën kur tash ka kriju edhe përvojë. Tash po din shumë qas me kundërshtarët, edhe tash po din penje veten. Unë mendoj që Drita ato e njoft veten, ka arrit në këtë fazë ku është këtu. Drita e din që nëse luhet lojë e hapur ndaj Shkëndijës, mundet me psu gola dhe mundet me hup ndeshjen. Po Drita konsolidohet aty ku është e fortë. E shtrëngon mbrojtjen, sigurohet që mrapa është e sigurt dhe pastaj i kërkon 2-3 raste që secila skuadër i nxjerr brenda një ndeshje edhe njërin e konkretizon. Edhe në këtë rast është Armana njëri që mendoj ju ka ndihmuar shumë këtë rast. Edhe për te aspekti sportiv, në këtë rast më bëhet qefi që është edhe një farë lloj shpërblimi për pronarët e klubit edhe për ata që kanë investuar periudhë gjatë në klub, ndoshta në rastet e mëhershme pa u kthy kurrë, pa u shpërbly kurrë financiarisht. Ndoshta nuk luan rol shumë për ta, po i ndihmon ekipit edhe tash është Drita në çast faze që hapat e radhës kur i mendon për vitet e ardhshme ka me pas mundësi me investu. Tash nëse dojnë me çu projektin përpara kanë fondet edhe kanë gjithçka me shty me rrit nivelin vitet në vazhdim. Po kjo ku janë këtu tash për mua është e jashtëzakonshme. Ku kemi mrri. Tash Drita është, realisht mundem me thonë që Drita është në garë se futbollit nuk po i dihet. Drita s'ka psu humbje. Mundem me leresht me thonë që mundet më konë edhe një për ekipeve që e kërkon edhe kualifikimin direkt për 8 më të mirave, pse jo? 8 më të mira, pjesa e për tabeles.